Përshëndetje të gjithëve. Atëherë, sikur se kemi bërë publik njoftimin, sot Komisioni Qendror i Zgjedhjeve fillon procedurën e azgjësimit të dhënave personale të shtetasve shqiptar të cilët kanë votuar në zgjedhjet e 25 prillit, të dhënat të cilat janë përfituar gjatë procesit të identifikimit elektronik. Është një proces natyrshëm mjaft i rëndësishëm dhe jam i sigurt që ka interesin e gjithkujt që në mënyrë ose në tjetër lidhet me këtë proces, por më së pari të vetë votuesve të cilët pavarësisht nivelit të tyre të ndërgjegjësimit e kanë të qartë që bëhet fjalë për të dhëna të cilat janë ata zotruesit e tyre dhe askush prej tyre nuk do donte që këto të dhëna të përdoreshin te parashikimeve të ligjit. Këtë proces, sikurse edhe proceset tjera të karakterit përgatitor, zgjedhor dhe mëtej, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve po synon ta zhvillojë në mënyrën më transparente të mundshme. Kemi ftuar përfaqësues të partive politike për ta mbikëqyrë dhe për ta monitoruar këtë proces, përfaqësues të organizatave jo fitimпruese. Kemi bërë një ftesë edhe për komisionerin për të drejtën e informimit dhe mbrojtjen e të dhënave personale. Kjo jo vetëm për faktin që është në portofolin e tij mbikëqyrja e këtij procesi dhe mëtej, por duhet ta them që kemi pasur një bashkëpunim shumë të mirë që në fillimet e këtij procesi, i cili konsiston në përgatitjen e infrastrukturës pajisjeve dhe gjithë skemës tjetër të marrjes së të dhënave gjatë procesit të votimit. Dhe tani që jemi në fund, natyrshëm prezenca e institucionit të tij do t'i kontribuojë kredibilitetit të këtij procesi. Sa do të jasë procesi i pastrimit? Ne sot fillojmë me procesin e azgjësimit të të dhënave që gjenden në pajisjet që janë përdorur për identifikimin e zgjedhësve dhe mandej do të fillojë ky proces me azgjësimin e këtyre të dhënave që gjenden në servera, sepse nga pajisjet ne i kemi hedhur në serverin përkatës të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Fakti që janë zgjedhjet e pritshme të 6 marsit na obligon që këtë proces ta përfundojmë sa më shpejt jetë e mundur. Besoj për një periudhë maksimumi 1 javë, 10 ditë të themi më mirë, ky proces do të finalizohet. Ajo që është e rëndësishme, kemi marrë masa që ky proces të jetë i sigurt dhe të mos ketë asnjë lloj problematike. Dëshiroj të them diçka që mendoj që ka interes, për këdo që natyra e këtyre të dhënave dhe mënyra se si këto të dhëna janë përfituar gjatë procesit të identifikimit dhe se si këto të dhëna ruhen, e bëjnë gati të pamundur nga pikpamja të paktën praktike, se teorikisht nuk mund ta thotë askush me siguri 100%, që të mos ketë asnjë përvetësim të këtyre të dhënave dhe në rastin teorik nëse këto të dhëna mund t'i përfitonte në mënyrë abuzive dikush, ato janë krejtësisht të palexueshme nga çdo palë e tretë. Ndërkohë në komisionere mund t'japi edhe disa detaje të tjera të karakterit teknik. Asociacioni Bashi, me që jemi në prag të zgjedhjeve, a keni rënë dakord në partitë politike për votimin edhe numërimin elektronik në zonën e Vorës, siç keni propozuar pak? Nëse i kemi mbaruar të gjitha pyetjet për këtë aspekt, nuk e di, komisioneri mund të thotë diçka për këtë proces dhe pastaj do ju përgjigjem për këtë. Dy fjalë me që jemi në një proces të rëndësishëm, ashtu si e përmendi dhe komisioneri shtetëror i zgjedhjeve. Sot kemi të bëjmë me aktin final të një detyrimi që buron nga Kodi Zgjedhor. Siç besoj të gjithë e dim, procesi zgjedhor lidhet me një përpunim shumë të gjerë të të dhënave që janë zgjedhore, por në të njëjtën kohë janë dhe të dhëna personale të shtetasve. Ndryshimet që u bën Kodi Zgjedhor imponuan edhe një kategori tjetër përpunimi të dhënash personale, siç janë të dhënat daktiloskopike. Duhet të thënë që në fillim ne kemi pasur një bashkëpunim shumë të ngushtë me komisionerin shtetëror të zgjedhjeve, me zëdhënës komisioneren,
për të realizuar një maksimum të masave teknike dhe organizative të mbrojtjes të dhënave personale. Ka një fillim të përpunimit të dhënave personale, siç është fillimi i procesit zgjedhor, me realizimin e qëllimit për të cilën mblidhen dhe përpunohen këto dhëna personale, ka dhe një përfundim të tij, që është dita e sotme ku fillon asgjësimi ose shkatrimi i tyre. Jemi konform dispozitave të kodit zgjedhor, por ajo që më takon mua më tepër, jemi konform zbatimit me përpikmëri të legjislacionit të mbrojtjes së dhënave personale, gjë që është një gjë që duhet ta kryejnë të gjithë institucionet, pra kontrolluesit publik, po ashtu dhe kontrolluesit privat. Faleminderit. Në përgjigje të pyetjes tuaj, po kemi patur dakordsim nga të gjitha ose më mirë themi nga partitë kryesore politike mbi përdorimin e sistemit të votimit elektronik në Bashkimin e Korës. Dhe një pyetje tjetër, a do të marrin partitë politike fonde për fushatën elektorale? Po, patjetër do të marrim fonde. Kemi bërë të gjitha procedurat në këtë kuadër dhe tash ngelet kuvendit Shqipërisë për të përcaktuar fondin, vlerën e fondit edhe modalitetet e shpërndarjes së këtij fondi. Qeveria ja akordoi fonde që kërkuat për zgjedhjet? Jemi në diskutime akoma, po duket që ka vullnet për ta përmbushur kërkesën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për të financuar koston e këtyre zgjedhjeve. Natyrshëm që ne kemi kërkesat tona, ata kanë mundësitë që kanë, por besoj që do të brenda këtyre 2-3 ditë do ta finalizojmë. Faleminderit. Faleminderit.